Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković ka biseduar me të dërguarin special të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Slovenisë për Ballkanin Perëndimor, ambasadorin Andrzej Fragesh, rreth, siç tha ai, presionit politik dhe institucional ndaj të cilët janë të ekspozuar serbët në Kosovë. Petković e informoi bashkëbiseduesin për qëndrimin e Beogradit se serbët në Kosovë dhe Metohi si dhe përfaqësuesit e tyre politik të zgjedhur legjitim janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj veprimeve të autoriteteve në Prishtinë me mohimin e të drejtave themelore, politike dhe njerëzore. Si shembull, ai përmendi vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor në Prishtinë për të mos njohur rezultatet e listës serbe, e cila sipas tij sfidoi vullnetin e rreth 43.000 votuesve. Lista serbe ka paraqitur një ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kundër vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor, i cili nuk njohi rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare për listën serbe. Një njoftim thuhet se u kundërshtua vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor, i cili sipas tyre nuk njohi 42.759 vota votuesish. Lista serbe beson se një vendim i tillë është i paligjshëm dhe diskriminator. Lista serbe thot se pret që paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të anuloj vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor dhe të marrë një vendim në përputhje me rregullat aktuale. Miloš Pavković, drejtori i strategjisë në Qendrën për Politika Europiane në Beograd, tha për Kosova Online se pas vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës për të mos miratuar publikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare për listën serbe, qëndron dëshira e vetëvendosjes për të marginalizuar dhe etiketuar këtë parti si një element antishtetror dhe një organizatë terroriste. Pavarësisht faktit që lista serbe fitoi në mënyrë legjitime vota dhe vende në Parlamentin e Kosovës, vetëvendosja voton kundër tyre në çdo hap të mundshëm dhe për çdo mundësi thjesht për të treguar qëndrimin e saj, tha Pavković. Politologu Ognjen Gogić theksoi se vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës për të mos publikuar rezultatin e listës serbe është drejtuar jo vetëm kundër asaj partie, por dhe kundër komunitetit serb në Kosovë. Prandaj do të ndryshohet në instancën e dytë dhe gjithashtu vë në rrezik për mbushjen e afateve të rëndësishme. Gogić për Radio Televizionin e Serbisë tregoi se nuk është në dieni që një shembull i ngjajshëm të autoriteteve kompetente që nuk miraton publikimin e rezultateve të një partie, por ai gjithashtu kujton se Komisioni Qendror Zgjedhor refuzoi të konfirmonte kandidatët e listës serbe vitin e kaluar para çdo zgjedhje. Çdo herë që ndodh një vendim të ndryshojnë nga një instancë më e lartë e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, edhe këtë herë do të jetë e njëjta gjë, tha Gogić. Kandidatja Lidhjes Demokratike të Kosovës për deputete Janina Ymeri lidhje me vendimin e Komisionit Qendror të zgjedhjeve për të mos publikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve vetëm për partinë listës serbe, tha se Komisioni Qendror i zgjedhjeve nuk është në vend për të dërgojë patriotizëm dhe nacionalizëm dhe se do të ishte më mirë nëse patriotizmi do të tregohej në lidhje me importin e energjisë elektrike. Aktualisht ekzistojnë dy pista hetimi, njëra për të cilën po udhëhiqet madje nga prokuroria speciale rreth asaj se si personat e umruar nga partia në pushtet të cilët luajnë gjoja patriotike në Komisionin Qendror të zgjedhjeve bashkëpunuan me kompani me lidhje serbe dhe kompani publike serbe në dëm të Kosovës, thot Janina Ymeri. Kosova ka mbetur pa mundësi për të përdorur një paketë në vlerë prej 171 milion euro që Komisioni Evropian kishte për qëllim zhvillimin e infrastrukturës dhe sektorin privat në Ballkanin Perëndimor, sepse për shkak të një bllokade institucionale nuk u përmbushën procedurat ligjore, sipas përgjigjjes së zëdhënësit të Bashkimit Evropian ndaj pyetjes së portalit Front Online. Ish ambasadori i Kosovës Gjergj Dedaj thotë se qeveria aktuale është përgjegjëse
për dështime dhe se Kosova ka dështuar në shumë nisma dhe procedurat e Bashkimit Evropian, veçanërisht gjatë 5 viteve të fundit të regjimit populist Kurti Osmani. Avni Aripi, ish kryenegociatori i Prishtinës në dialogun me Beogradin, thotë se mos përdorimi i fondeve europiane është politikisht dhe ekonomikisht i dëmshëm për Kosovën. Moti nesër në mëngjes do të jetë i ftohtë dhe me ngrica me vranësira dhe shi të ngrirë në veri perëndim, gjatë ditës me ngrohtë me periudha me diell me erë të lehtë dhe të fortë juglindore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga -9 deri në -1, kurse ajo maksimale ditore nga 4 deri në 10 gradë Celsius.